Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi, Radio Malizi, Pak Kufi. Programi i përbashkët mbi zhvillimet që të kalojnë kufit shtetëror. Pak Kufi. Përshëndetje nga studio Radio Tiranës, të dashur dëgjues. Po takohemi si çdo të ejtë në emisionin ton të përbashkët Pa Kufi. Radio Tirana, Radio Kosova, Radio Shkupi dhe Radio Malizi, ku për 60 minuta diskutojmë tema dhe aktualitete që preokupojnë qytetarët e vendeve tona. Kërkesë oferta e tregut të punës për punëtor të kualifikuar është tema përzgjedhur për sot këtu në studion e Radio Tiranës, Ana Mllazo. Një përshëndetje nga unë, Jahu Margjeka. Përshëndetje me vete për ju dhe të ftuarin tuaj. Apo dëgjohemi? Përshëndetje Jaho, kam të ftuar Ragim Gjoshin, ekspert i arsimit, profesor universitar. Mirë se erdhe zoti Gjoshi, faleminderit shumë. Ju përshëndetje për ju, edhe për dëgjuesit tuaj, edhe gjithë hapësirës shqiptare kudëshi. Ju faleminderit shumë. Po faleminderit mirë vete dhe gjithashtu edhe për të ftuarin tuaj përshëndetje. Shpresoj të dëgjohemi më mirë. Në Radio Shkup me kolegun Mehmet Ali Jusufi është Besir Saliu, drejtori i shkollës profesionale industriale Gostivar. Përshëndetje Mehmet Ali për ju dhe të ftuarin tuaj. Përshëndetje Jaho, përshëndesim gjithëve. Aktualisht gjithë ato dëgjues janë duke na ndjekur, i përshëndesim gjithashtu, siç potencove, i ftuar në Radio Shkup është drejtori i shkollës profesionale industriale Gostivar, Besir Saliu. Zoti Besir, mirë se erdhe në Pa Kufi. Shpresoj se ndihesh mirë. Mirë se u gjeta. Faleminderit. Po ja. Faleminderit Mehmet Ali, faleminderit edhe të ftuarit tuaj. Në studion e Radio Malizi, ftuari kolegu Gjok Dukaj është Sehad Lulanaj, drejtori i shkollës së mesme të Përzier 25 maj në Tuz. Kronikën e përgatitur nga kolegu Dukaj do ta transmetojmë përgjatë emisionit. Propozoj të fillojmë diskutimin këtu në studion e Radio Tiranës me të ftuarën ton Ana Mllazo. Pra shkollat profesionale dhe kërkesë oferta e tregut të punës për punëtor të kualifikuar është tema përzgjedhur për sot, duke pas parasysh që sot është edhe 1 maj, dita ndërkombëtare e punës ose e punëtorëve. Ne do të mundohem të diskutojmë rreth 2-3 argumenteve në cilët sektor kanë më tepër nevojë ekonomitë e vendeve tona për punëtor të kualifikuar. Nuk është fjala për specialistë të lartë, sepse ato i përgatisin fakultetet, shkollat e larta, por është fjala për punonjës, për punëtor të kualifikuar. Dhe au përgjigjet arsimi profesional këtyre nevojave. Në fakt, unë do ta pyes fillimisht të ftuarën time për atë se në çfarë kemi arsimin profesional në Shqipëri, thënë kështu përmbledh tazi, dhe si sa mundet të përgjigjet nevojave të tregut të punës, ky arsim profesional ose edhe qendrat e formimit profesional. Kemi parasysh kurset 9 mujore. Ndërsa arsimit profesional i themi kryesisht arsimit të mesëm. Faleminderit edhe një herë për ftesën. Është kënaqësi të diskutojmë për një temë si kjo, kaq aktuale dhe e kohës, që na prek në fakt të gjithëve, dhe jo vetëm Shqipërinë, por edhe të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe kryesisht pra sot ne diskutojmë do doja të uroja gëzuar festën 1 maj të gjithë punëtorëve. Po në fakt në Shqipëri festë quhet. Festë, po në fakt do të jetë dhe protestë dhe gjithë atyre të rinjve që po përgatiten të jenë së shpejti pjesë e tregut të punës. Tani e parë nga këndvështrimi dhe nga eksperienca nisur dhe bazuar dhe me këshillimin e karrierës, që do ta lidhja dhe do ta specifikoja, në dekadat e fundit në fakt tregu i punës në vendet e tona, por gjithashtu dhe në rajon, është përballur në fakt me një kontrast të fortë. Nga njëra anë, ne shikojmë që kemi mungesë, të seksuar të punëtorëve të kualifikuar, siç dhe ju e përmendët, në sektor të ndryshëm të ekonomisë, por nga ana tjetër, ne vëmë re shumë të rinj të cilët vazhdojnë të diplomohen dhe të zgjedhin disa det, të cilat nuk i përgjigjen kërkesave, por gjithashtu dhe ofertave që ka
tregu i punës. Për sa i përket arsimit profesional, në fakt në Shqipëri, pra unë do të thoja që nuk është në shkallën e duhur, për absolutisht jo për të plotësuar kërkesat e tregut të punës, por gjithashtu për sa i përket për t'i përgatitur këta të rinj që dalin ose që nesër janë forca më e madhe e fuqisë punëtore në vend, për të qenë të kualifikuar dhe për të zgjedhur ose për të vazhduar në profesione të cilat tregu i punës sot aktualisht ka shumë nevojë. Megjithatë, më fal, Ana, kemi rreth 30 shkolla të mesme profesionale në vend, kemi edhe shumë qendra të arsimit profesional që janë këto kurset 9 mujore. Si ka mundësi që në dukje është një kuadër jo i vogël arsimor apo një numër shkollash, po nuk mund të plotësoj gjitha kërkesat e tregut të punës. Pyetja juaj në fakt është shumë e drejtë, pasi shkollat profesionale kanë ekzistuar jo sot, por për një kohë shumë të gjatë në fakt në Shqipëri, por e gjithë çështja dhe i gjithë problemi kryesor qëndron në mënyra se si funksionojnë këto shkolla profesionale, si përgatiten këta të rinj për tregun e punës, si orientohen këta të rinj. Dhe një gjë tjetër që unë do doja ta specifikoja dhe ta shtoja në fakt është dhe paragjykimi që akoma ekziston për këto shkollat profesionale. Dhe për të plotësuar dhe për të pasur punëtorë të kualifikuar, së pari, unë mendoj që arsimi profesional ka shumë nevojë që të ndryshojë rrënjësisht për sa i përket mënyrës së menaxhimit të tij, të paktën në Shqipëri. Kërkon më shumë investim në shkolla, pra në laboratoret përkatëse, të cilat këta të rinj diplomohen dhe studiojnë gjatë viteve të gjimnazit. Së dyti, përveç përgatitjes, përveç kësaj duhet një njësim, do të thoya ose një bashkëpunim ndërmjet këtyre shkollave dhe bizneseve të ndryshme private, gjë që këtu akoma nuk ka filluar të funksionojë. Këta të rinj duhet të përgatiten më së miri me praktikën aktive, sepse pak a shumë jo se nuk funksionon, apo jo nuk është se nuk zhvillohet praktika aktive, por është deri diku e lënë në harres dhe pjesa më e madhe e lëndëve bëhen teorike. Pra, gjitha këto ndikojnë negativisht në tregun e punës dhe gjithashtu do ta theksoja që financimi duhet jetë akoma më i madh dhe duhet bërë një reklamim shumë dinjitos për sa i përket arsimit profesional, sepse mendoj që deri tani është lënë pak a shumë në harres. Unë në fakt vjet nuk është vetëm një çështje dhe një problem që e has vetëm Shqipëria, por unë në fakt vjet kam marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare e cila u zhvillua në Tiranë për sa i përket arsimit profesional dhe nevojave që kishte tregu i punës në Shqipëri, por jo vetëm, në Ballkanin Perëndimor, por gjithashtu dhe në vendet e Bashkimit Evropian, dhe këtë problematik në fakt nuk e ka mungesën e forcës punëtore, nuk e ka vetëm Shqipëria, por e ka në vende më të zhvilluara, por që seksi dhe mënyra se si këtu pra konceptohet arsimi profesional është akoma në paragjykim. Vetëm në qarkun e Tiranës janë 7 shkolla të arsimit mesin profesional. Do thënë një numër relativisht jo i pakët apo jo i vogël. Por i gjithë problemi që ndron, siç e thash, tek mirë menaxhimi dhe gjithashtu duhet dhe një trajnim i stafit arsimor. Pra, sepse këtu akoma bëhen trajnime apo merren kredite apo certifikata që thjesht ti mund t'i blesh edhe nuk i ndjek. Unë mendoj që i gjithë stafi arsimor, jo vetëm mësuesit e arsimit profesional, por të gjithë në përgjithësi edhe të arsimit të mesëm kanë shumë nevojë për trajnim, në mënyrë që këto njohuri, këto shkëmbime dhe me vendet e tjera, pra për shembull, ne nuk është se kemi parë një shkëmbim i desh apo trajnime që zhvillohen me mësuesit e Kosovës, me mësuesit e Malitëzit, që shikojnë problematikat dhe çështjet që janë më reale dhe në mënyrë që këtë gjë po mundohemi ta bëjmë të paktën këtu në Pakufi. Faleminderit Ana për këtë pjesë. Do të shkojmë në Radio Kosovë me kolegen Mirete Uka dhe të ftuarin e saj atje zoti Ragip Gjoshi, si janë realitetet në Kosovë. Mirëvete.
Po ja, unë do të fillojmë bisedën këtu me profesor Gjoshin. Zoti Gjoshi, ju keni punuar edhe në Ministri të Arsimit edhe në shumë institucione arsimore dhe njeni si eksperti i kësaj fushë. Si e përshkruani ju arsimin profesional në Kosovë dhe cilat janë avantazhet që ofron në kohën cilin po jetojmë? Ne nuk mund të mohojmë se janë hapa të rëndësishëm në kuadër të reformimit të arsimit profesional në Kosovë, por megjithatë janë pamjaftueshëm. Sidomos qeverisja fundit nuk është treguar e gatshme që reformat vazhdojnë në këtë sferë. Qeps i suksesit edhe për çështjen e tregut punës, edhe për arsimin është arsimi profesional. Mu më ka rënë që të bëjmë vizita studimore në përgjithë Evropën dhe kudo në shtetet e zhvilluara, është raporti 80-20 në raport, pra 80% në shkolla profesionale janë, 20% shkojnë në gjimnaze përgjithshme, për arsye se me shkollën profesionale natyrisht që është rrugë pak më gjatë për regjistruar në arsimin e lartë, ndërsa te ne nuk ka pengesë kry edhe te ne që punues mund të regjistrohesh në fakultet, kjo për dallim nga shtetet tjera. Por epërsia e arsimit profesional është se duhet një kohë pak më shkurtër dhe vjen te vendi i punës. Pse ti humb 4 vite fakultetet punon kamarier sërish njeriu? Do të thotë jo të gjithë janë për arsimin e lartë. Ne, nëse duam cilësi në arsim, duhet përzgjedhur pra edhe të bëhet ndarja, sepse natyrisht janë edhe aftësitë e lindurat njerëzve, prirjet e caktuara e të tjera. Më pastaj, ekonomia e tregut sot kërkon kuadro që nuk kërkojnë ndonjë arsimim të lartë, do thotë janë më pak kërkuar njerëz me arsim të lartë, për arsye se zhvillimet e hershme këtë epokë digjitale kanë determinuar që shtohet numri i profesioneve. Në Kosovë, për shembull, ne në raport me shkollat e përgjithshme kemi 51%, gjithsej gjatë 7 shkolla profesionale janë me 140 profile ndryshme, po janë pa mjaftueshme se duhet profile caktuara, ta zëm vetëm tani në kohën e teknologjisë, informimit edhe të teknologjisë, zhvillimit të teknologjisë digjitale, kur kërkohet kompetenca digjitale për gjitha shtresat, ka mia profesione që mund të hapen të reja. Me një fjalë, them se perspektiva e arsimit në Kosovë është te arsimi profesional, po për të ndodhur kjo, duhet ndodhur një varg veprimesh. Veprimi i parë është që të korrigjohet strategjia e zhvillimit të arsimit profesional në Kosovë që është e hartuar, por të plotësohet me zhvillime të reja. Pastaj legjislacioni dhe aktet, përveç akteve ligjore dhe ato nën ligjore, të bëhet një përditësim i kurrikulës. Në telefonit kur na vijnë aplikacione, pi bëjmë përditësim. Kurrikula kërkon pra përditësim të vazhdueshëm. Pastaj kërkohet që edhe zhvillimi profesional i mësimdhënësve të bëhet në raport me zhvillimet e reja të teknologjisë. Ne kemi profesorë universiteti, kemi profesorë fusha të caktuar që janë ekspert elitor, por ju mungon për shembull mësimdhënia, njohjet pedagogjike, psikologjike, didaktike, mësimdhënies, dhe do duhet që të shfrytëzohet kjo dhe të ndodh pra zhvillimi i tyre profesional karshi zhvillimeve tjera. Më pastaj zhvillimi i teksteve mësimore dhe i mjeteve mësimore duhet të avancohet, sepse profesionet kërkojnë një specifik të veçantë, nuk e kemi sikur të arsimi parauniversitar, për shembull i arsimit fillor i ulët, që e bën një tekst mësimor dhe vlen për të gjithë ose eventualisht 2-3 që janë pra me tekste alternative. Këtu duhet për çdo profesion këtë specifik caktuar. Zoti Gjoshi, ka ekzistuar një paragjykim për shumë vite që nuk e kanë dashur njerëzit arsimin profesional, më shumë sidomos familjet, prindrit i kanë nxitur më shumë ka kryerja e një fakulteti, që të ketë me do e mos një diplomë universitare, me apo pa merit, çështje tjetër. Ndërsa ju bëhet një krahasim me ato me shtete jashtë Kosovës, sidomos të BE-s. Shkolla profesionale i ka bërë të rinjët që të janë më shpejt të pavarur ekonomikisht nga prindrit e tyre, ndërkohë që dërgimi i fëmisë në universitet ka qenë një lloj barre për familjen për të investuar në te. Por tani për tani, duke pas kaq të nevojshme shkollimi profesional dhe duke e pasur parasysh që në shumë drejtime kemi mungesë të profesionistëve, të njerëzve që punojnë drejt për drejt dhe një stër ngarkim me diploma universitare, sikur e përmendet ju, për të punuar pastaj edhe jo vetëm në fakultet, por më maser për të punuar kamarier. Apo ndryshon
mentaliteti jon për ta kuptuar rëndësinë e shkollimit profesional, a është e gatshme rinia jon për të orientuar tek arsimi profesional me qëllim që më shpejt të arrijë jo vetëm të pavarësimi vetë ekonomik, po edhe të ketë një punë të mirë që kontribon edhe për zhvillimin e vendit. Pas ndryshimeve sistemore, natyrisht dhe ne edhe pas ndryshimeve që kanë ndodhur edhe në aspektin e çlirimit vendit, kanë ndodhur edhe ndryshime të mëdha. Ne mund të falenderojmë shumë donatorët me këtë rast që kanë sjellë përvoja nga vendet e tyre dhe kanë ndihmuar në këtë sferë. Nuk duhet mohuar ajo punë. Por ne disa paragjykime duhet luftojmë, duke filluar fillimisht nga prindi. Prindit tanë të etur për dije, të etur për letra, për diploma, kanë pas dëshirë se të gjithë fëmijët i bëjnë me fakultet. Ju e dini nga praktika se më shumë fiton të azom një frizere se sa një mjeke ndoshta. Për arsye se ka bërë emër edhe në atë fush, edhe ose një robaqeps, ose një profesion i caktuar i telefonisë e tjera. Pra, ne do të bëjmë ekspertizë, kompetencë të krijojmë. Kur krijojmë kompetencë, ne edhe vetë punësohemi, si jo vetëm prit me na punësue shteti. Sigurisht. Ky është përparësia e arsimit profesional, sepse ti vetë përgatitesh, por bashkëpunimin mes bizneseve edhe shkolla profesionale. Sa është mund që të praktikohet, sepse për të marrë një zanat, të shprehemi thjesht, duhet ta praktikosh atë. Ju folit për kurrikulat, për librat, por nuk mjafton vetëm teoria. Spaku jo në shkollimin profesional. Praktika e shkolla profesionale është që në vitin e parë, se tash 3 vjet zgjasin shumica shkollave profesionale, mos ka 4 vjeçare. Në vitin e parë është dikun 30 me 70% favor të teorisë. Në vitin e dytë bëhet 50-50 teori praktik. Në vitin e fundit bëhet 80% praktik, 20% teori. Sa po arrin të krijohen kushtet për kjo? Në Kosovë janë bërë përpjekjen, thash fal donatorëve, kemi 6 qendra të kompetencës janë shembull të zam. Kemi në Skenderaj, në Malishev, këtu në Prishtinë, në Prizren, janë 2. Me një fjalë janë 6 qendra të hershme të kompetencës me përpjekje për të krijuar edhe të tjera, ku janë investuar një numër i madh mjetësh, po edhe i laboratorëve dhe i qendrave të trajnimit ku bëhen mësimi dual. Shembull, automekaniku i ka makinat brenda shkollës, e monton, do të thotë praktikisht e sheh se si ose elektricisti ose cilë do qoftë. Prandaj ne sot duhet përshtatur sepse e shihni kur e përmenda veç automekanikun, nuk mund automekaniku dikur shumë që ka punu një Golf 2 me qekan, që sepse me makina e re digitale kërkon një qasje tjetër. Sigurisht. E kjo është ajo specifika që duhet përshtatur edhe kurrikulën, edhe mësimdhënësin, edhe instruktorin që merret me këtë punë, se instruktori nuk mjafton, nuk është domosdoshme të ketë fakultet ai ose master. Sigurisht edhe ata duhet të updatohen, të përditësohen me një uri të reja. Duhet bërë edhe një hap i rëndësishëm që tani është pak në fazë fillestare, ofrimi nivelit 5 arsimit profesional, po është thuhet në shkencë arsimi terciar, që është gjatë një vit, do të thotë i ka gjatë kredi, ose më shumë të 120 kredi, që aftësohen edhe ata janë mjeshtrat, një çështje të caktuar që janë më të avancuar, po kjo duhet të harmonizohet edhe me dispozitat ligjore, që për shembull punëmarrësi nesër ta ketë në dispozitë kërkesën për këtë kvalifikim. Faktin shtoj se arsimi profesional është një mundësi për arritin e potencialit të lartë njerëzor, individual, por është edhe një burim shumë i rëndësishëm i zhvillimit shoqëror ekonomik të vendit. Faleminderit shumë për këtë pjesë, do të kemi radhën përsëri të Faleminderit zoti Gjoshi. Shkojmë në Radio Shkup me kolegun Mehmet Ali Jusufi, i cili është në Desir Saliu, drejtori i Shkollës Profesionale Industriale Gostivar, i cili do të na sjell, besoj, edhe më të rejat praktikisht të asaj se çfarë profilesh përgatit kjo shkollë në Gostivar. Faleminderit. Ja, vazhdojmë këtu në Radio Shkup me zotin Besir, drejtor në Shkollën Profesionale në Gostivar. Në fakt u diskutua shumë çështje në Radio Tiranë dhe në Kosovë paragjykime që kemi pasur për arsimin profesional, nga i kishim drejtuar syt, fëmijët tanë t'i drejtojmë, por si mrekulli diçka në Gostivar ndodh se kundërta, shkolla industriale vërtet është një boom, është si thuash më joshë se në
nga gjithë shkollat në Gosivar. Unë në fakt e kam njoftuar si të thuash një kushëri imi, ka qenë në një fabrikë në Gjermani, në fakt ka punuar për disa pajisje kompjuterike dhe kishe kryer gjimnazin e përgjithshëm. Ajo që i kërkoi ishte një shkollë profesionale në Maqedoni dhe bëri regjistrimin e dytë, u njoftova me drejtorin atëherë, pata premtuar se kemi një emision që duam t'i drejtojmë. Zoti Besir, një letër njoftim për shkollën tuaj dhe se si kena arritur nga një shkollë jo e preferuar si çka qenë, dhe një shkollë, si të thuash, ndër më të mirat në Gosivar, çfarë profilesh dhe si korespondon me tregun e punës. Në një kohë themi që na mungojnë punëtor në shumë sektorë, shkolla juaj ka një emër tashmë. Po, në lidhje me çështjen e shkollës së mesme teknike komunale të Gosivarit, Gosivari quhet, është një shkollë që ka një traditë dhe një histori të lashtë, duke filluar prej viteve 60-ta, e cila në mënyrë permanente ka ecur me kohën, është reformuar, transferuar ashtu siç duhet, kështu që qoftë në aspektin e çështjeve planeve dhe programeve mësimore, qoftë në aspektin e kuadrit mësimor dhe kështu me radhë. Do të potencoj vetëm vitet e fundit. Do të filloj prej viteve 97, kur për herë të parë në shkollën e mesme teknike komunale pat reforma nga në një projektit apo programit fare, e cila zgjati një kohë, një dekadë, masën e reformat u shuan dhe pat një vakum pat në shkollën e mesme teknike komunale. Po si dhe qoftë, në dekadën e fundin shkollën e mesme teknike komunale të Gosivarit ka shumë risi, shumë inovacione dhe hecim në një permanente dhe sistematike me kohën. Dëgjova paraforcit e mi të cilët bëjnë një analizë në detaj në lidhje me çështjet e shkollave profesionale teknike në Shqipëri dhe në Kosovë, plotësisht dakordohem me kolegët e mi. Megjithatë, unë mendoj se kushti kryesor, çështja kryesore për afirmimin e një shkolle pikërisht janë resurset njerëzore së pari, ku normalisht në resurset njerëzore duhet të kenë edhe kushtet e veta, duhet të kenë klimë siç duhet e tos shkollës. Po, ju në fakt keni buxhetin e vetë që dallon prej buxheteve tjera, keni kushte, ofroni, domethënë, atë ju përmend në Radio Kosovë, domethënë ajo teoria praktika si në korrelacion më të mirë të shkolla juaj. Për të arritur tek kushtet, qofshin të infrastrukturës, qofshin tek mësimdhënësit, normalisht duhet të kesh një plan strategjik që duhet realizohet, e kupton. Unë si drejtor, për shkak se kam një përvojë të madhe në aspektin e çështjes metodike, didaktike, për shkak se jam me profesion pedagog, kam gjek shkollën mbi 3 dekada se si ka funksionuar, kështu që nuk e kam pas vështirë, së bashku me stafin tim të APA, së bashku me resurset tjera njerëzore, ne arritëm të përgatisim një plan strategjik, i cili plan strategjik u realizuam mbi 100% dhe sot jemi shkolla lidere në Maqedoni për shkolla mesme profesionale, shpallur nga Ministri i Arsimit, si shkollë, normalisht edhe si një drejtorët më të suksesshëm në nivel të shtetit. Punë, përkushtim, dije, kualitet, cilësi. Sot shkolla e mesme teknike profesionale prej para 5-6 viteve ka pas 400 zanës, sot ka 1100 zanës. Sot shkolla teknike profesionale, projektet e vete që i ka realizuar, qofshin jashtë, qofshin brenda, me bankën botërore, për bankën botërore së bashku me Ministrinë e Arsimit, me bankën gjermane dhe me shumë kompani tjera, kam mbi 2.500.000 euro investime. Të thotë kemi ecë në mënyrë permanente dhe sistematike me kohën. Në lidhje me çështjen e mësimit dual, është shumë e rëndësishme të potencoj, për shkak se ne kemi memorandum bashkëpunimi me shumë kompani të Gosivarit, Tetovës deri Shkupit, do të marr vetëm një shembull, do të potencoj. Ne në mënyrë serioze apo një dekadë punojmë me kompaninë e VNS, një kompani shumë serioze që gjithë e dinë që kemi kurrikulumet e përbashkëta, kemi avancuar vlera dhe përgatisim tregun e punës në zonës të kuadrit arsimor të elektromontues. Do të thënë Evano është një kompani austriake ndër më të mëdha në Maqedoni. Ose një kompani tjetër, Leari, kompani amerikane. Që tashmë kohës fundit ka ardhur. Ose një kompani tjetër shumë serioze, Frigoteknika e Bogovinës. Të thotë kemi seri kompani tilla që nxënësit tonë mëni permanente dhe sistematik pjesën e mësimit dual, apo pjesën e mësimit në përmes punës së bëjnë këto kompani, që kështu jemi shumë të kënaqur edhe ne edhe mentorët në për kompanitë
Zoti Besira, ajo që është shumë e rëndësishme. Ka si thuash disa janë joshe se për kohën e re edhe nëse përmesim me disa drejtime, siç është IT-a ose arkitektura ose ka disa gjëra, domethënë që si thuash gjithë kanë interesim. Nëse ne sepse jemi me shumë shkolla të lidhura, interesi për shkollën tuaj është jashtëzakonshëm. Po, shkolla teknike ka mbi 7 drejtime arsimore dhe mbi 15 profile arsimore. Duke filluar prej IT-s, arkitekturës, kozmetikës, dizajnit, grafikës, elektroteknikës, energjetikës, EVN-s paralele, drejtimeve dhe profilet të maqinerisë. Do thotë ka një bransh apo një seri drejtime dhe profilesh arsimore ku nxënësit në mënyrë permanente ndjekin procesin mësimor. Qoftë në mënyrë teorike, por edhe në mënyrë praktike që realizohet në mënyrë, do ta thosha, në mënyrë perfekte. Sepse jo rastisht e shtruam këtë temë, sepse ne themi një ndër shkollat më të fuqishme në botë janë ato gjermane, sepse për shembull ne kemi një traditë, ka qenë i mat tashmë viteve të fundit, ka 20-30 vite që frekuentojmë pikërisht këtë qendër, ka qendra për shembull nga Berlini spostohet në një Erlangen, qytet vogël gjithë mjekësia. Domethënë ato kanë një ide të qarta se çfarë të bëjnë me arsimin vis-a-vis maqionisë se nuk di si çalon në shumë aspekte që nuk ka rasti me ju. Ja, për shembull, ne sot kemi memorandum bashkëpunimi me kompaninë BMW së Gjermanisë, ku ne shkojmë atje edhe ato vinë tek ne normalisht, kemi programet e përbashkëta dhe si vjet fillojmë shtator me çështjen eksperimentale. Një vit e gjithë kemi punu kënd drejtim, për shtatorit fillojmë me mësimin dual të drejtimit të automekanikës. Shkosh në Gjermani, që kjo shkollët e mesme profesionale diçka është perfekte, diçka shumë serioze, kështu që arritëm këtë çështje dhe sot jemi partner barabash me kompaninë. Është kështu sepse unë vetëm u them mos shkoni në fakultet, shkoni në shkollë mesme profesionale dhe do të vazhdoni dhe kështu realisht edhe bën motra ime, domethënë. Shumë interesant është. E marrim prap shembull shkollën e mesme teknike të Kosovës, kupton. Shkollë me 400 nxënës para 6 vite, sot kemi mbi 1150 nxënës. Me shumë drejtime, me shumë profile arsimore, ku një pjesë, mbi 60% të nxënësve janë të familjeve intelektuale, të cilët ndjekin shkollën e mesme teknike profesionale, përgatiten për tregun e punës, por nesër avancojnë vlerë për të krijuar një fakultet apo një drejtim tjetër apo një branshë tjetër. Faleminderit. Ja. Vazhdojmë këtu në Radio Tirana, në fakt me kronikën e Malizia. Me kronikën e Malit të Zi, ja nuk harrojmë. Në studion e Radio Malit të Zi, ftuari kolegu Gjok Dukaj është Sehad Lulanaj, drejtori i shkollës mesme të Përzir, 25 maj në Tuz. Ta ndjekim. Gjithë të ndërruar kolegë të dashur, fillimisht të përshëndes nga studio e radios së Malit të Zi, programin e Gjurë Shqipe, dhe para se të emitojmë materialin lidhur me temën e përgatitur për këtë emision, urojteni mirë duke shijuar ditët e bukura të pranverës kudo. Përgatitja e profesionistëve të rinj në fusha të ndryshme të veprimtarisë është njëri ndër synimet parsorë të sistemit shkollor, të cilët që nga periudhën e kaluar janë shtuar kujdesit rrethur për të plotësuar nevojat e tregut të punës. Edhe me ndryshimet e mëdha të viteve të 90-ta, me reformat e ndërmarra në sistemin arsimor, janë paraparë mundësi të shumta në arsimin e kuadrave të ndryshëm në përputhje me nevojat e tregut të punës. Ne po duke marrë parasysh se reformat e parapara pothuajse nuk janë realizuar, pasi ato janë ndryshuar her pas here, kjo ka shkaktuar edhe mungesën e profileve të ndryshme që sot është vështirë të sigurohen, pasi rëndom ka munguar qasje e mirë analizuar dhe planifikuar afatgjat sidomos në kohën e kushteve të tregut të lirë. Lidhur me këtë, ne kemi tentuar të bisedojmë me ata që janë drejt për drejt të kyçur në planifikimin, por edhe në zbatimin e plan programeve të parapara në shkollimin e profileve profesionale, siç është shkolla e mesme e Përzir 25 maj në Tuz, respektivisht drejtori këtij institucioni edukativ arsimor Sehad Lulanaj. Me qënë se ne derivon këne qenë gjimnas dhe këna hapur drejtimet një nga një, për momentin jena fokusuar në këto sajtë në shërbimit, shqitjes dhe turizmit, për cilët ka nevoj komuna jonë e re, dhe normalisht që në të anën ne mendojmë duke parë tregun e punës është nëse e nevojshme të hapim edhe drejtimin e tekniko-elektrik. Por, gjithashtu, duhet të kësuar se ne si shkollë vuajmë për çështjet e kuadrës, sepse nuk kemi kuadrë të mjaftueshëm, kështu që për momentin jemi duke hetuar
dhe duke biseduar me studentët tanë të cilët janë në këto drejtimet e elektroteknikut, me mundësi që të na japin këtë përkrahje për shkak se në duhet të kemi një kuadër për pas të kërkojmë të hapim një licencë të një drejtimit të ri. Dhe besojmë se së shpejti të me ndihmën dhe të shkollave të tjera dhe në shkollën tonë do kemi drejtime të reja. Së fundmi, jeni fokusuar të marrim modele të reja në bashkëpunim me qendra të ndryshme dhe, siç thekson drejtori Lulanaj, me idenë për hapjen e drejtimeve të reja. Aq më parë, pasi është evidente mungesa e krahut të punës krahasuar me kërkesat në treg, jo vetëm në Maltëzi, por edhe në vendet e rajonit. Normalisht, gjitha shkollat tjera në shkollën tonë kena mungesë kuadrit dhe kohës së funit jena fokusuar duke marrë modele edhe nga studimet që ndodhin me bashkëpunimin me Qendrën e Evropës. Besojmë se me ta do të fokusohemi që të hapin edhe këto drejtimet e tekniko-elektrik që ata të vinë, të hapin edhe kurse apo seminare për simulantit, sepse kjo është më e nevojshme, e që sikur e patële ju ka mungesë të kuadrit edhe në shkolla tjera, sidomos në shkollën tonë, patjetër, duke qenë se ne jena një shkollë ku kena një kuadër relativisht ri dhe sapo do të kena hapë nga viti i kaluar tekniko-ekonomik dhe pretendojmë që do të plotësojmë kushtet edhe për tekniko-elektrik, por edhe këtu do të pasur çështje tjera se do të kemi edhe laboratoret bashkëpunëtorët për të realizuar këto qëllime. Do të thotë në Maltëzi kemi një ngërç të krizave, sidomos në shkojmë nga shkolla jonë që na mungojnë në kuadri i simulanëve, na mungojnë kuadri sidomos në drejtimet shkencore, kështu që normalisht që vërejmë se ka huj punës është mungesë jo vetëm në Maltëzi, po edhe në shtetet për rreth, kështu që kjo nuk mund të zgjidhet në një herë, do të shikojnë politikat e cilat urrejt vetë qeveria. Po duke parë nga aspekti kur jena tek hoteleri turizëm, mendoj se kena një shembull ku tregojmë se çdo vit nxjerrim gjenerata të cilat do i shërbejnë dhe janë në shërbim të qytetarëve dhe me këtë kualifikim me rrismë standardin e turizmit si në vendin tonë ashtu do thotë edhe në këtë shtet ku jetojmë. Në periudhën e procesit të integrimeve evropiane të vendeve të rajonit është domosdoshme intensifikimi i bashkëpunimit në fushën e edukimit dhe asimimit të profileve të ndryshme për nevojat e tregut të punës. Patjetër që është nevoja e bashkëpunimit jo vetëm në komunët apo në shtetit, por edhe në rajon. Ne jena ftuar edhe nga një shkollë profesionale në Shqipëri që të shkojmë në trajnim editor, gjithashtu që edhe në zonësit tonë të çojmë atje në vizitë që të shohim dhe në mënyrë si përgatiten, në mënyrë si trajtohen dhe të njoftojnë edhe me dek të tjera. Mirë po ne jena pak të kufizuar në qenë se ku nuk kena kuadër të nevojshëm, nuk muna as të hapim ato dek të cilat ne pretendojmë që të kemi në të ardhmen. Është e qartë se reformat e drejtashme në procesin e shkollimit nuk kanë dhënë rezultatet e dëshiruara në përgatitjen e kuadrave të nevojshëm për të plotësuar nevojat e tregut të punës, e që domosdo ka shkaktuar mungesën e punëtorëve sidomos në fushën e shërbimeve. Andaj kompetentët në fushën e arsimit duhet sa më parë të ndërmarrin hapat e duhur në së paku zbutjen e këtij problemi është të theksuar jo vetëm në Maltëzi, por edhe në vendet e rajonit në përgjithësi. Në që së ndërmërë të emisionit të pakufi, ka që përgatitëm në redaksin tonë në radion e Maltëzi. Në rëdëgjofshim në emisionit e radhës dhe gjithë mirat nga unë Gjok Dukaj. Ishte kjo kronika nga Radio Maltëzi, faleminderit kolegu Gjok Dukaj dhe zoti Sehad Lulanaj, drejtori i shkollës mesme të Përzir 25 maj në Tuzë. Bëjmë bisedën këtu në studion e Radio Tiranës, do t'i kthehemi diskutimit në fakt ati argumente, njërit për argumenteve me cilin e filluan. Unë jam me Ana Lazun, këtu në Tiranë, në studion e radios në Tiranë. Në cilët sektor kanë më tepër nevojë ekonomi të vendeve tona për punëtor të kualifikuar, konkretisht në Shqipëri, zone Lazo. Cilët sektor kanë më tepër nevojë për punonjës, sidomos
kam parasysh sektorin e turizmit që është edhe një sektor prioritar këto vitet e fundit. Dhe do jetë akoma më shumë në vitet në vazhdim. Në fakt, ky është sektori kryesor që unë do të përmendja, turizmi dhe shërbimet, sepse me rritjen e turizmit dhe veçanërisht në zonat bregdetare dhe zonat alpine, ashtu sikur se ne shpresojmë që Shqipëria të ketë një turizëm gjatë gjithë vitit, pra jo vetëm në sezonin veror, unë mendoj se ne kemi shumë nevojë për forcë punëtore të kualifikuar. Pra, dhe përsëri dalim këtu tek shkolla profesionale, shkolla e hoteleri turizmit, që ne kemi një të tillë në Tiranë, po, dhe ajo shpresoj që në vitet në vazhdim të na sjell vërtet punëtor të kualifikuar, sepse ka dhe ata të rinj që vërtet e kanë pasion turizmin, dhe unë do të fiksoja që këtu profesionesh kërkohen më tepër në këtë sektor kur është fjala për shërbimet në turizëm. Pjesa profesionet që mungojnë më shumë janë ka së pari kemi kuzhinier, të cilët po, patjetër që janë pjesë e shumë e domosdoshme e stafit të hoteleri turizmit, kryesore, kuzhinier, kamarier, dhe kamarierët mendoj që duhet të trajnohen, pra duhet të mësohen barist, po, patjetër kemi nevojë për recepcionist, pra do dinë gjuhë të huaja, menaxher të stafit dhe gjithashtu dhe për guida profesionale, pra që do të thotë që udhëheqës guidash në mënyrë që të informojnë më së miri turistët për vendodhjen që ata kanë patjetër, edhe kryesisht kjo është shumë e domosdoshme në zonat malore. Mendoj unë, po. Edhe bregdetare patjetër që po më shumë në zonat malore. Dhe përsëri dalim të ajo që ne riseksuam që shkolla profesionale e hoteleri turizmit duhet patjetër që ne të na plotësojë këtë nevojë të kërkesave që ka tregu i punës që aktualisht mungon, dhe mendoj që Shqipëria, duke qenë se po kthehet vërtet në një destinacion kryesor për turistët europian, por jo vetëm, duhet të punoj sa më shumë, pra duke dhënë theksin përsëri tek hoteleri turizmi, për të përgatitur një staf sa më të kualifikuar, sepse këtu mund të them që edhe një pjesë e mirë e këtyre gjimnazistëve e kanë dëshirë të madhe që të jenë pjesë e sektorit të turizmit. Këtë gjë mund të bëjnë edhe qendrat e formimit profesional. Patjetër. Megjithëse janë kurse 9 mujore, por besoj me një kurrikul të mjaftueshme për të përgatitur staf të kualifikuar, po kjo është e vërtet, por edhe qendrat e trajnimit profesional varet pra se si funksionojnë. Vërtet janë në Shqipëri, vërtet këta të rinj mund të shkojnë dhe mund të bëjnë një kurs dhe mund të certifikohen 9 muaj apo një vit apo dhe më shumë, por varet nga mënyra se si ata pra certifikohen apo nga njohuritë që ato marrin në këto trajnime apo qendra trajnimi profesionale. Duhet ta refleksojmë këtë, po? Duhet jo vetëm teorikisht, por edhe praktikisht. Edhe në praktikë të aftësohen. Patjetër që të aftësohen, dhe kjo kryesisht mungon në të gjitha shkollat profesionale të Shqipërisë, por jo vetëm, mendoj. Megjithatë, vjet edhe një sindrom i tillë, të cilin do ta përmend, nuk e di. Shpesh ne përgatisim punëtor të kualifikuar edhe për vendet e tjera. Vendet të zhvilluara, po, që është trendi i fundit, i 5 viteve të fundit, do të dhe më shumë. Kërkohen punëtor të kualifikuar në sektorin elektrik, hidraulik e të tjerë, dhe elektricist, po, hidraulik. Të rinj tanë bëjnë kurset në Shqipëri, por i vënë qëllimi është për të emigruar, po. Kjo është ajo lufta e madhe që duhet bëjë Shqipëria. Po, jo vetëm në Gjermani, edhe në vende të tjera. Po, dhe kjo është ajo lufta e madhe që duhet bëjë Shqipëria, që duhet të ndryshojë kjo mundësia që është krijuar që do studiojnë në Shqipëri dhe më pas do largohem në vendet e zhvilluara, sepse tregu nuk më ofron, sepse pagesa nuk është e mjaftueshme që unë të kem një jetesë dinjitoze ose që të përballoj nevojat që më duhen për të jetuar.
Pra, kjo nuk është vetëm problem pastaj i arsimit profesional, por kjo është një problem i arsimit mbarkombëtar, më ndërlikuar dhe i politikave dhe i hartimit të politikave arsimore dhe qeverisë, po, dhe nëse ne nuk do të veprojmë në kohë, unë mendoj që do jetë akoma më e vështirë në të ardhmen për punëtor të kualifikuar, por edhe për staf në të gjitha sektorët kryesorë të ekonomisë që janë të nevojshëm. Cilë sektor tjetër mendoni se ndihet nevoja për punëtor të kualifikuar që dalin nga shkollat profesionale apo nga qendrat e formimit profesional? Po, edhe sektori përveç turizmit. Po, përveç turizmit që është kryesori, është edhe sektori i ndërtimit, edhe aty kemi nevojë për hidraulik, për murator etj, sepse ata kur ta bëjnë punën, duhet ta bëjnë në fakt mirë. Do një pallat, por ne kemi shembullin e Tërmetit, për shembull, të 2019-s. Ka kërkesën për pjesën rrjetin hidraulik, rrjetin elektrik e të tjerë. Po, edhe gjithashtu do të përmendja edhe sektorin e agronomisë, pra edhe agronomët na mungojnë në fakt, edhe këtu bujqësisë, blegtorisë, pa gjitha këto janë që mungojnë, por një gjë tjetër që dhe unë do të përmendja është edhe në fushën e IT-s, teknologjisë. Edhe aty mungojnë, sepse është ajo oferta më e madhe se sa kërkesa. Se sa përgatiten janë hapur shumë qendra të formimit profesional në këtë sektorin e IT-s, por megjithatë më duket se nuk dalin aq të kualifikuar. Goxha shumë uri. Më duket. Është e vërtetë. Faleminderit Ana Lazor, shumë faleminderit. Kënaqësi. Ja do të shkojmë në Radio Kosovë për të vazhduar, për të vijuar diskutimin me atje është kolegja Mirvete Uka me të ftuarin e saj. Po ja, do të vazhdojmë. Zoti Zhorshi, cilat janë profesionet që kërkohen më shumë në Kosovë, po flasim për shkollat profesionale gjithnjë, dhe a ka marrëveshje mes biznesit privat, jo vetëm për të kryer punën praktike, këta nxënës të shkollave profesionale, po pse jo edhe për mundësinë që pas aftësimit të tyre të kenë edhe një vend punë aty. Se ndoshta do ishte një formë për të mbajtur rinin këtu, që pas shkollimit profesional mos na ikin jashtë. Një pyetje mjaft interesante rreth kësaj fushë. Unë fillimisht njoftoj dëgjuesit që cilat profile ofrohen, të ne për shkak kem teknik dhe industri, pastaj kem bujqësi dhe ushqim, ekonomi dhe tregti, kem shërbime dhe artizanate, shëndetësi dhe mirëqenie sociale, arte dhe kulturë, kem transport dhe telekomunikacion, por të gjitha këto kanë në vete edhe nën profesionet caktuara. Për shembull, ta marrim te bujqësia, agronomi, pastaj kemi zooteknik, teknologji ushqimore, veterinari, ose në tregti për shembull ekonomi, financa, kontabilitet, administrim i zyrës, asistenti menaxhimit, ose te artizanatet, parekuri, estetik, rrëbaqepsi, kuzhinier, pasticqeri, profesionet të tilla mos t'i numëroj se janë me qindra profesione, por të gjitha këto janë të kërkuara në treg. Dhe sot punëmarrësit në Kosovë përballen me mungesë të profesionistëve. Ta marrëm shkollën qendrën e kompetencës në Skënderaj, nxënës që mbarojnë atje për elektrosaldus, për saldus, punësohen ende pa mbaru shkollimin, sepse i vyn tregu të punës. Ka plot profesionet caktuara të tilla të cilat do të gjenin punë. Dhe në këtë kontekst duhet menduar edhe përzgjedhjen e problematikës dhe për përzgjedhjen, plus profesionet do të duhej jo të besin statike, por varësisht për ndryshimeve të kërkesave në tregun e punës, ndryshohen edhe profesionet. Nëse një vit janë ofruar këto profesionet që përmenda, në vitin tjetër do të duhej të ofrohet për shembull rrëbaqepsi, automekanik, varësisht nga nevojat e tregut. Varësisht nga nevojat e tregut. Por për ndodhur këtu, edhe një herë thash, duhet ndodhur disa ndryshime. Pikë pari duhet rishikohet ligji mbi arsimin parauniversitar, pastaj duhet të rishikohet dhe të ndryshohet, jo vetëm të rishikohet, por të ndryshohen ligje tjera sistemike që janë të arsimit i mesmi i lartë, për shembull, që në këtë kontekst është edhe ligji i arsimit lartë, por edhe ligji i arsimit lartë, për arsye se përgatitja për këto profesione duhet pasur kuadër. Për të pasur kuadër duhet jo të mbetet vetëm tani vetëm Fakulteti i Edukimit në Prishtinë e ka të drejtën e përgatitjes
njerëzve për profesionet që përmeni unë. Derisa kërkohet me listë azam, masterit që të tjetë një profesor në shkollë profesionale, atëherë masterin duhet profesional të krynaj. Dhe kështu që të harmonizohen këto, me një fjalë, duhet një veprim i sinkronizuar i shoqërisë, sepse, po thëmë se kjo shihni si problem mungesën e profesionistëve natyrisht. Si mësimdhënës të këtyre gjeneratave? Unë e them përveç kësaj, të gjitha për shembull hapësinë e Ishut Savish, po edhe në Shqipëri dhe në Maqedoni e kanë agjencitë e arsimit dhe arsimit profesional dhe kemi edhe ne. E kemi edhe ne, po e kemi fazën fillestare themelimit për arsye se ajo duhet pasurohej me kadra, me ekspert caktuar dhe veç një shembull në Zagreb para pak vitesh kam qenë atje, kam vizitu agjencinë e arsimit profesional, i ka 42 milion i ka marrë vetëm projekte nga IPA, do të thotë jo vetëm financimin që bën shteti, se në ne për të ndryshuar gjendjen në arsim përgjithsisht, por veçanti në arsim profesional do të duhet caktoj qeveria s'paku për një mandat qeverisë ta ketë prioritet. Dhe prioritet jo me fjalë, me strategji, por përveç strategjive të shkruara duhet të ketë edhe me mjete materiale, pa rrit buxhetin, me shumë fishu. Nuk ka ndryshim gjendjen në arsim. Pa ndryshuar arsimin, nuk mund ta ndryshojmë as ekonominë, as drejtësinë, as sigurinë në vend, as shëndetësinë. Me që e përmendet këtë agjensi, si ka ndikuar formimi i kësaj agjencie? Kjo i ka qendrat e veta në përqendrat më të mëdha të Kosovës dhe ka mbretur që ka numër të kufizuar të kuadrove profesionale që nuk janë mjaft përgatitur. Por si ka ndikuar? Ka dhënë ndonjë efekt pozitiv kjo në tregun e punës? Fillimisht agjencia që ka qenë autoritet kombëtar i kualifikimeve, që tash do të bashkëdhëzohen, është një përpjekje për më bërë bashkë, ajo ka validuar dhe ka licencuar projekte të shkollave dhe shtetërore dhe profesionale, sidomos hyjnë private. Më pastaj janë hartuar standardet e profesionit, se standardet e profesionit duhet t'i hartoj shteti në raport me harmoni me kornizën kurrikulës. Dhe janë hapa të rëndësishëm profesional të hartimit materiale, por edhe në bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare shumë donator kanë sjellë mjete në këtë shkolla, për shembull, llogarit 7 milionë gjys ka investuar Norvegjia në shkollën e Malishevës, nënën e më tepër në shkollën e Skenderajt, qendra të kompetencës që vërtet nuk i gjen as nëpër Evropë. Dhe them se kësaj i duhet patjetër fuqizimi i këtyre institucioneve, sidomos i agjencisë, edhe në aspektin material edhe në aspektin kadrovik. Kjo duhet ndodh, sikur tisha aksidentalisht ministri i arsimit, unë duhet ta ktheja kokën nga arsimi profesional dhe raporti 18/20 do të ishte i regjistrimi në shkollat mesme të larta. Për arsye se ne nuk na duhen 7 universitete publike, nuk na duhen gjithë këto kolegje private. Kosovës, po megjithatë duhet edhe atje ligji i arsimit të lartë të rishikohet dhe të bëhet me numër të vogël studentëve. Në shteti nuk i kushton kur gjë të paguajnë 30 profesor për 10 student, sikur në arte që i kemi të artët të azam, për arsye se e rëndësishme të nxjerrët cilësia, nuk ka rëndësishme të nxjerrëm sasi. Po edhe ata punësimin do ta kishin kur jem të fol për tregun e punës më të lehtë. Se nëse ka pak kuadra nga një fushë të caktuar, ajo ka edhe vendin e punës e din se ku do ta ketë ku e marr trajnimin e tjera. Do thotë rekomandimet tuaja nisen kryesisht me fillimin e ndryshimit të legjislacionit për të përshtatur me kushtet e punës dhe për të vazhduar pastaj në vijimësi me përshtatjen e këtyre kushteve me rrethanat e kohës dhe kjo është një punë goxha komplekse. Jeni optimist se do të ketë ndryshime në vitet e ardhshme? Për ta mbyllur këtë. Natyrisht po e tham me përgjegjësi që politika ka degraduar dhe deformuar shumë sektore, e një ndër to është edhe arsimi, sepse ndërhyrja çdo ku nëse lejohet, në arsim nuk lejohet. Në arsim do duhet kishte vend vetëm profesionistit. Ta zam, decentralizimi ka ndodhur, ka mbet null, ka mbet vetëm deri në komuna i arsimit të mesëm edhe atij fillor, përgjithsisht i arsimit parauniversitar. Dhe drejtori i shkollës, çfarë parti që vjen pushtet, emëron drejtorin e shkollës. Janë kompetencë. Para drejtorit të shkollës emëron drejtorin komunal që s'ka lidhje me arsimin. Dhe vetëm pse është partijak. Po. Pastaj ai njëkohësisht ka me dëshuar drejtorin e komunës me zgjedh drejtor. Pastaj edhe punëtorët e arsimit. Edhe pse me konkurs po favorizohen. Favorizohen edhe e emëron edhe mësimdhënësit komuna.
do duhet decentralizuar deri në shkollë. Menaxhimi do thotë duhet të jetë nga makro në mikro, për arsye se kur delegohen në shkollë, këshilli i prindve dhe këshilli i arsimtarit duhet të zgjedhë mësimdhënë, se ai din me vlerësu se kush i duhet në shkollë. Ata e din se kush mund ta drejtoj shkollën më së miri, se e njohin, shoqërohen më mirë se të tjerët. Dhe në këtë mënyrë ka mundësi të mbikëqyret puna. Plus edhe një segment i rëndësishëm është që inspektoriati i arsimit, populli thotë tuta e ruan malin. Ta mbyllim. Po. Por duhet forcuar roli i inspeksionit. Rrugë gjatë për të bërë dhe vështirë të ketë vullnet politik për të bërë këto ndryshime që kërkon ju. Zoti Zhoshi, falenderoj shumë që ishin në studion e Radio Kosovës në emisionin. Falenderoj ju për ftesën. Këtu ishin pikpamjet mia. Dhe nuk do të thotë që domosdoshmë të bëhet kështu dhe ndryshime, se ekipet e ekspertëve do të dëgjohen. Ju falenderoj. Faleminderit me vete, faleminderit zoti Gjoshi. Shkojmë në Radio Shkup me kolegun me Medali Yusuf. Po, ta përmbyllim nga diskutimin. Aforizma nga e thëna në të bërë është një oqean i tërë, në fakt ne ballafaqohemi me sfida të ndryshme për si është gjendja aktuale drejtore, sepse ne themi që pasunia më e madhe në aspektin ekonomik është njeriu. Është paradoksalisht kjo situatë që si thuash edhe në Shqipëri edhe në Kosovë është i njëjti fenomen që ne nuk kemi faktorin njeri, domethënë jemi duke migru këtë rast trunit, ikja e trunit do të është si fenomen, dhe nga ana tjetër ju tregoni suksese një pasnjëshme, bëni si thuash atë lidhjen e shtetit ton, maqënisë me shumë shtete, shumë përvojë interesant, tregon pjesën e parë, si është situata aktuale në shkollë. Realisht, plotësisht pajtohem me diskutantët para meje, gati njëjti fat është edhe në Maqedoninë e Veriut, si në Shqipëri, në Kosovë, gati njëjti fat është edhe në Ballkan. Realisht truri funksional i një shtetit ikën jashtë. Për fat keq, për shkak se ne si gjenerat, institucionet tona nuk arritën që në për shtetet e tjera përgatisin kuadrat e të mbajnë këtu që tregu i punës testje para në manita ashtu si që duhet të këtu. Kjo është një problem serios në Ballkan përgjithësi, po tek shtetet shqiptare nuk diskutohet këtu. Një, mendoj se kuadrin tarmën do të muaj, veç shihet, për shkak se migrojnë sidomos në Gjermani, shtetet e Bashkimit Evropian, dhe do të paraqitet shumë problematikë serioze në lidhje me çështjet e kuadrit dhe profileve arsimore. Edhe sot nuk ke ma kuadra që kish para disa viteve kupton. Për shembull sot do të ketë është vështirësi të gjash për tregun e punës njerëz të kualifikuar për shembull në drejtimin e elektroteknikës, energjetikës. Ne elektroteknik kemi këtu te emisioni jon, domethënë ato inxhinierë që shkojnë pension, i kthejmë me honorar, megjithatë nuk mjafton. Kjo është realiteti. Nivel kombëtar në Maqedoninë e Veriut për fat keq nuk është bërë kurrë. Për shembull, ne kemi për moment kemi dy universitete shtetërore, i Tetovës dhe i Nën Terezës. Keni shumë drejtime profile arsimore që tregu punës nuk ka nevojë në branxhe të tilla. Nuk ka drejtim të elektroteknikës për shembull, makinerisë. Makineria dhe elektroteknika është bazamenti i një shoqërie, i një shteti është. Faktikisht për 3-4 vite ulumtime që kemi bërë ne, nuk do të ketë Maqedoni, sidomos ke pjesë e Maqedonisë perindimore ku ekzistojnë shqiptarët, ku jetojnë, nuk do të kenë inxhinier. Ja për shembull shkollën time për 4 vite nuk do të ketë asnjë inxhinier, do të ketë kupton. Se 10 inxhinierë që i kam drejtimin në branxhin e makinerisë dhe elektronikës dalin pension dhe nuk ka zavendësimin. Kështu është e njëjtë në të gjithë institucionet e shtetit. Unë shfrytëzoj rastin që institucionet relevante që përgatisin kuadër në aspekt arsimor, andragogjik edhe normalisht institucional shtetëror, pikërisht të kenë qasje të hapin drejtimet të tilla të branxheve të teknikës, makinerisë, ndërtimtarisë edhe kështu me radhë. Edhe diçka do të potencoj, sot është koha që shkollat formale të humbin vlerën, se realisht nuk kanë vlerë. Sot do të jenë në prioritet shkollat pragmatike, se vetëm me pragmatizëm mund të ketë sukses një shtet apo një komunitet ku jeton dhe vepron. Kësaj do të japim shumë rëndësi, pikërisht pjesës praktike, pikërisht pjesës mësimit nëpërmes punës apo mësimit dual. Vetëm në këtë aspekt shoqëria jonë
gjenerat e re mund të ngel këtu, edhe normalisht ta firmoj vlerat e vete profesionale, intelektuale dhe funksionale. Kështu që është mirë të avansojnë vlerat në kështu emisione të tilla që të tjerë njerëz ekspert lëmire të ndryshme dhe të japin mendimet apo sugjerimet e vete këtë rrugë. Ja, Mehmet Ali, tani po bëjmë edhe mbylljen e emisionit, duke ju falenderuar juve dhe të ftuarin tuaj, apo dëgjohemi Mehmet Ali? Në rregull jemi, ja, mund ta mbyllish emision. Po. Faleminderit shumë Mehmet Ali, faleminderit edhe drejtor. Faleminderit mysafirit tuaj Mehmet Ali për gjithë kontributin në këtë emision. Dëgjues të dashur, kjo ishte e gjitha për Pakufi sot, 1 maj 2025, diskutuam për shkollat profesionale dhe kërkesë ofertën e tregut të punës për punëtor të kualifikuar, kjo edhe në kuadër të 1 maj të ditës ndërkombëtare të punëtorëve. Në studion e Radio Tiranës, unë isha me Ana Lazo, në ekspert e arsimit, faleminderit Ana. Në studion e Radio Kosovës, kolegja Mirveta Uka ishte me Ragip Gjoshin, ekspert i arsimit. Në studion e Radio Shkupit, kolegu Mehmet Ali Usufi ishte me Besir Saliun, drejtori i shkollës profesionale industriale Gostivar. Në studion e Radio Malit të Zi, kolegu Gjok Dukaj ishte me Sehad Lulanaj, drejtori i shkollës mesme të Përzier, 25 maj në Tuz. Në një Margjeka, miru të gjofshim të ejten e ashme, faleminderit të gjithë ju miq që na ndoqët sot në Pakufi. Mirëmbëçi. Miru të gjofshim. Radio Kosova. Pakufi. Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi dhe Radio Mali Zi me emisionin Pakufi.